Qytetarë të dashur, Kosova ka kaluar shumë sfida, por në momentet më të vështira, ne kur nuk kemi qenë vetëm. Pranë nesh kanë qenë aleatët tonë, pranë nesh kanë qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sot bota po ndryshon me shpejtësi. Siguria, ekonomia dhe paqja nuk mbrohen me improvizim. Ato mbrohen me aleanca të forta, me besim e me ndërveprim, me partneritet strategjik. Prandaj, orientimi euroatlantik është drejtimi historik i Republikës së Kosovës. Në këto vite, presidenca ka rikthyer seriozitetin dhe dinjitetin në arenën ndërkombëtare. Ne kemi ngritur zërin e shtetit ton në çdo tavolinë ku vendoset për paqen, për sigurinë dhe demokracinë. Jemi bërë pjesë e tryezave ku janë marrë vendimet më të rëndësishme. Kemi ngrit Kosovën aty ku e ka vendin, në qendër të vendimarrjes ndërkombëtare e krah për krah me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe tani është koha për hapin tjetër, që në fillim të mandatit do ta formalizojmë dhe institucionalizojmë partneritetin strategjik me SBA-n si bosh të përhershëm të politikës sonë shtetërore, në mbrojtje, në ekonomi, në siguri, në diplomaci. Kosova do të forcoj pozicionin e saj që e kemi nisur fuqishëm nëpërmjet Bordit të Paqes dhe Forcës Ndërkombëtare Stabilizuese, si kontribuese vendimtare e sigurisë globale. Ushtarakët tanë do të qëndrojnë krah për krah me ushtrinë amerikane në misione paqruajtëse, sepse shteti ynë tashmë është partner që respektohet. Ne do të ndërtojmë marrëdhënie të cilat nuk varen nga individët apo nga mandatet politike, por vetëm nga interesi i përhershëm shtetëror i Republikës sonë. Sepse ardhmja e Kosovës është e qartë, me Amerikën, me NATO-n, me Bashkimin Evropian. Dhe askush nuk do ta lëviz Kosovën nga kjo rrugë.